Kjo mbrëmje nuk kishte se si të mbyllej më ëmbël se kaq. Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka publikuar një video ku shfaqet me bebushen e saj të adhurueshme Luna Mari, e cila ja ka marrë zemrën të gjithë shqiptarëve me fytyrën e ëmbël dhe tejet angjëllore. Kiara ka publikuar momentin kur e lanë në fillim të videos vogëlushen e ëmbël me kaçurelat e saj të bukura, por lezeti është në fund pasi Luna shfaqet me fytyrën e mbuluar plot e përplot me çokoladë. Videoja nis me një ide se si Kiara e lanë të voglën e saj, por fundi i videos ishte krejt ndryshe nga çfarë pritej. Pas gjithë pastrimit dhe përkujdesjes, shfaqet bebushja me fytyrën plot çokoladë, e qetë por jashtëzakonisht e lumtur, duke futur gishtat në gojë sikur s'ka ndodhur asgjë. Pamja është sa për të qeshur, aq edhe adhurueshme. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë, por sa e kanë parë këtë video dhe këto pamje të ëmbla të publikuara nga moderatorja bukuroshe Kiara Tito, duke udhëruar pafund dashuri dhe ëmbëlsi ndjekësve të saj. Me shumë humor, Kiara e ka shoqëruar videon me një mbishkrim ku ka shkruar: "Mos besoni po deshët", duke lënë të kuptohet se me fëmijët gjithmonë ka surpriza edhe kur sapo i ke larë. Kjo pamje, që tashmë është bërë virale në rrjet, ka sjellë një lumë reagimesh, komentesh pozitive nga shqiptarët, të cilët e kanë cilësuar videon si një nga momentet më natyrale dhe të vërtata që tregon bukurinë e të qenit print. Me siguri kjo video do të ketë marrë zemrën e të gjithëve dhe po shpërndahet pafund në rrjetet sociale dhe në media. Edhe mbrëmjen e sotme vogëlushja e adhurueshme Luna Mari Eli ka rrëmbyer të gjithë vëmendjen e shqiptarëve. Përpos kësaj, Luna Mari ka dhuruar edhe një dozë ëmbëlsie të jashtëzakonshme dhe të paparë. Ky moment që Kiara ka shpërndarë në rrjetet sociale duket se po bën namin dhe po komentohet pafund. Të gjithë mezi presin për më shumë momente të tilla të bukura nga Kiara dhe vogëlushja e saj e ëmbël. Mbrëmja nuk kishte se si të mbyllej më bukur se kaq. Moderatorja bukuroshe ka pushtuar rrjetin me këtë video dhe këto pamje të adhurueshme.